ke menu najherë qysh fotografohet truni me fMRI. Kjo do të thotë Functional Magnetic Resonance Imaging, pra ndryshe nga MRI e zakonshme që tregon se si duket truri, fMRI tregon se çka po bën truri. Ja se si funksionon. Truri yt ka miliarda neurone që përdorin oksigjenin për me punu. Kur një pjesë e trunit aktivizohet, për shembull kur të kujtohet diçka, ndjen frikë apo e merr një vendim, ajo zonë kërkon më shumë oksigjen. fMRI e kap këtë ndryshim në rrjedhjen e gjakut. Në fakt, aparati nuk ma drejt për drejt mendimet apo ndjenjat, por ndryshimin në përqendrimin e oksigjenit në gjak, që quhet BOLD ose Blood Oxygen Level Dependent. Sa më shumë oksigjen të shpërndohet, aq më shumë ndizet ajo pjesë e trurit në imazh. Sipas Dr. Logetis, neuroshkencëtar në Max Planck Institute, fMRI është dritarja më e afërt që kemi për me po trurin në veprim pa e prekur fare. Shkencëtarët e përdorin fMRI për me studiu emocionet, kujtesën, vendimarrjen, depresionin, ankthin, madje edhe mënyrën se çysh truni reagon ndaj terapisë ose medikamenteve. Po ka edhe kufizime. fMRI është shumë e ndjeshme, kërkon që personi me qëndru totalisht i palëvizshëm edhe s'është mjet diagnostik. Megjithatë, është hap i madh që kemi për m'ju afru kuptimit real të mendjes njerëzore. E tja e ke ditë më herët se qysh funksionon fMRI, kallëzëm komente dhe për ma shumë video si kjo, subscribe urbani në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.